rrethuar plotësisht nga Afrika e Jugut dhe i fshehur midis maleve që ngrihen mbi 3.000 metra, Lesotho është një vend që sfidon logjikën e zakonshme të kontinentit afrikan. I njohur si mbretëria në qiell, ky territor i vogël është më shumë se sa thjesht një teren ekstrem, është një shoqëri e bazuar në familjen e zgjeruar, punën kolektive dhe këmbënguljen e strukturave tradicionale. Shumica e popullsisë së saj jeton në zona rurale, ku praktikohet bujqësia dhe kullotja për mbijetesë. Gratë marrin përsipër përgjegjësi qendrore në menaxhimin e familjes, prodhimin dhe transmetimin kulturor, veçanërisht për shkak të migrimit të fuqisë punëtore mashkullore në Afrikën e Jugut. Shtëpitë prej balte, gjuha Sesotho, bataniet tradicionale dhe ritualet e komunitetit vazhdojnë të përcaktojnë jetën e përditshme. Një nga aspektet më përfaqësuese është lobola, një sistem prike që shoqëron bashkimet martesore. Mund të përfshijë bagëti, para ose, në disa raste të veçanta, diamante. Kjo praktik pasqyron rëndësinë e aleancave familjare dhe vazhdimsinë e vlerave të komunitetit. Si është jeta e përditshme në mbretërinë më të lartë dhe më rezistente të Afrikës Jugore? Mirë se vini në mundare. Le të fillojmë. Lesotho. Historia e rezistencës Lesotho është një vend në Afrikën Jugore, i rrethuar plotësisht nga Afrika e Jugut. Me një sipërfaqe prej afërsisht 30.355 km², është ndër shtetet më të vogla në kontinent. Historia e saj politike, struktura institucionale dhe kultura e brendshme i japin asaj një identitet të dallueshëm nga fqinjet e saj rajonale. Një nga tiparet më dalluese të Lesothos është vazhdimësia e institucioneve të saj tradicionale, edhe pas periudhës koloniale. Ndryshe nga shumë shtete afrikane, vendi ka ruajtur një formë qeverisjeje që kombinon autoritetin tradicional me strukturat moderne demokratike. Kjo reflektohet në sistemin e saj aktual politik, një monarki parlamentare në të cilën mbreti ushtron funksione simbolike ndërsa kryeministri zgjidhet me votë. Vendi fitoi pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1966, duke qenë një protektorat britanik i njohur si Basutoland. Gjatë gjithë shekullit të 19 të Lesotho i rezistoi proceseve të kolonizimit të drejtpërdrejt fal udhëheqjes së Moshoeshoe i cili arriti të bashkonte klane të ndryshme të shpërndara në një mbretëri të vetme. Për të arritur këtë, ai përdori strategji negociatash, aleancash dhe mbrojtjeje territoriale, duke themeluar qendrën e tij politike në plajën Thaba Bosiu. Zgjedhja e Thaba Bosiut si seli e pushtetit nuk ishte vetëm strategjike, por edhe simbolike. Plaja ofronte mbrojtje natyrore dhe u bë një emblem e sovranitetit. Që nga ajo kohë, Moshoeshoe udhëhoqi një proces ndërtimi shtetit të bazuar në centralizimin politik, respektin për autoritetin e komunitetit dhe një politik të dyrëve të hapura ndaj refugjatëve dhe misionarëve. Gjatë periudhës koloniale, marrëdhënia me perandorinë britanike ishte e jashtëzakonshme në kontekstin afrikan. Lesotho nuk u përfshi administrativisht në Afrikën e Jugut dhe as nuk pësoi kolonizim të drejtpërdrejtë. Ky status protektorati i lejoi asaj të ruante gjuhën, monarkinë dhe praktikat e saj zakonore ligjore. Sesotho, gjuha kombëtare, mbeti mjeti kryesor i arsimit dhe identitetit. Aktualisht, Lesotho ka një popullsi prej gati 2 milion banorësh. Shumica i përkasin grupit etnik Basotho dhe jetojnë në zona rurale, ku mbizotërojnë bujqësia për mbijetesë, blegtoria dhe tregtia lokale. Maseru, kryeqyteti, përqendron shërbimet qeveritare, tregtinë dhe infrastrukturën më të zhvilluar urbane. Ekonomia e vendit paraqet varësi të forta strukturore. Lesotho është vend pa dalje në det dhe tregtia, transporti dhe integrimi rajonal i saj janë të lidhura thellësisht me Afrikën e Jugut. Një nga shtyllat më të rëndësishme ekonomike janë remitancat e dërguara nga punëtorët migrant, kryesisht ata të punësuar në minierat e Afrikës së Jugut. Ky migrim i fuqisë punëtore ka ndikuar në konfigurimin e familjes, rolet gjinore në familje dhe zhvillimin ekonomik lokal. Një burim tjetër i të ardhurave është projekti i ujit të maleve të Lesothos, LP, i cili transferon ujin nga malet e vendit në zonat urbane në Afrikën e Jugut. Kjo marrëveshje përfaqëson një burim të rëndësishëm të ardhurave tatimore, megjithse përfitimet shpërndahen në mënyrë të pabarabartë.
Projekti ka gjeneruar gjithashtu tensione sociale, veçanërisht në komunitetet e zhvendosura nga punimet në infrastrukturë. Në aspektin kulturor, Lesotho paraqet një kohezion të jashtëzakonshëm. Strukturat e zgjeruara familjare, respekti për të moshuarit, jeta në komunitet dhe ritualet kolektive mbeten themelore. Gjuha Sesotho përdoret gjerësisht në jetën e përditshme, në arsimin fillor dhe në ceremoni, pavarësisht statusit bashkëzyrtar të anglishtes. Sistemi formal i arsimit bashkëjeton me praktikat e transmetimit gojor të njohurive, veçanërisht në zonat rurale. Muzika, këngët, vallet dhe fjalët e urta mbeten mjete thelbësore për mësimdhënien e vlerave dhe ruajtjen e kujtesës historike. Feja mbizotëruese është krishterimi, me një prani të fortë të kishave protestante dhe katolike. Megjithatë, në shumë zona rurale, besimet tradicionale të lidhura me paraardhësit, tokën dhe ciklet natyrore mbeten aktive, duke gjeneruar një sinkretizëm shpirtëror karakteristik të vendit. Lesotho përballet me sfida të rëndësishme strukturore në shëndetësi, arsim, infrastrukturë dhe punësim. Vështirësitë në zgjerimin e shërbimeve publike nuk rrjedhin vetëm nga kufizimet ekonomike, por edhe nga faktorët gjeografik dhe klimatik, të cilët do të trajtohen në kapitullin tjetër. Lartësi të papranueshme, peizazhi, izolimi dhe migrimi. Gjeografia e Lesothos është një nga faktorët më përcaktues në identitetin e saj kombëtar, strukturën shoqërore, sistemin ekonomik dhe evolucionin historik. I vendosur në një lartësi prej 1.400 metrash mbi nivelin e detit, topografia e vendit dominohet nga male të thepisura, plaja të larta, lugina të thella dhe rrjedha ujore me rrjedhë të ndryshueshme. Këto karakteristika jo vetëm që e bëjnë atë gjeografikisht unike në kontinentin afrikan, por kanë ndikuar drejt për drejt edhe në modelin e saj të vendbanimeve, lëvizshmërinë e brendshme, aksesin në shërbime dhe sistemin e saj mbrojtës. Lesotho ndahet në 3 rajone kryesore fiziografike, ultësirat perëndimore, të cilat variojnë nga 1.400 deri në 1.800 metra, malësitë qendrore, të cilat kalojnë 2.000 metra, dhe malet lindore, të cilat arrin lartësi mbi 3.000 metra. Kjo zonë e fundit është pjesë e sistemit malor Maloti, e lidhur me Drakensbergun dhe formon shtyllën kurrizore natyrore të vendit. Pika më e lartë në Lesotho është maja Thabana Antleniana, me 3.482 metra, maja më e lartë në Afrikën Jugore. Në të kundërt, pika më e ulët, e vendosur në shtratin e lumit Senqu, është saktësisht 1.400 metra. Ky uniformitet altimetrik e bën Lesothon vendin e vetëm në botë, lartësia minimale e të cilit tashmë tejkalon pragun malor të njohur ndërkombëtarisht. Klima, e lidhur ngushtë me lartësinë mbidetare, është e ftohtë për pjesën më të madhe të vitit. Temperaturat e dimrit mund të bien nën 10 sa në zonat malore. Bora është e zakonshme midis majit dhe gushtit, ndërsa verat kanë rreshje të mëdha shiu. Ky model klimatik alpin bie ndesh ashpër me mbizotërimin e klimave tropikale ose të thata në rajone të tjera të Afrikës subsahariane. Këto kushte klimatike dhe topografike kanë pasoja strukturore në infrastrukturë dhe transport. Shumë rrugë janë ndërtuar në shpate të pjerëta, me kthesa të ngushta, pa parmak mbrojtës ose sinjalistik të përshtatshme. Rrugë të tilla si ajo që lidh Maserun me Mokotlongun ose qafa e Sanit konsiderohen ndër më të vështirat në kontinent. Kjo e fundit, e cila lidh Lesothon me Afrikën e Jugut, ngjitet përgjatë një rruge dhe u deri në mbi 2800 metra. Kushtet e motit, të kombinuara me terrenin e thyrë, e bëjnë këtë një rrugë të rrezikshme që kërkon automjete 4x4. Historikisht, kjo gjeografi ka vepruar edhe si një mbrojtje natyrore. Gjatë shekullit të 19 udhëheqësi Moshoeshoe i themeloi bazën e tij në Thaba Bosiu, një plajë e rrethuar nga shkëmbing natyror. Vendodhja e saj i lejonte të zmbrapste sulmet nga klanet fqinje dhe forcat e huaja. Kjo zgjedhje strategjike ishte thelbësore për ruajtjen e autonomisë së mbretërisë Basotho dhe konsolidimin e territorit të saj përballë presionit të jashtëm. Prandaj, gjeografia nuk ishte vetëm një pengesë fizike, por edhe një mjet sovraniteti. Relievi ka ndikuar edhe në shpërndarjen e popullsisë. Shumica e vendbanimeve ndodhen në zonat perëndimore dhe qendrore, ku luginat pjellore lejojnë zhvillimin e një farë aktiviteti bujqësor.
Në të kundërt, rajonet lindore malore kanë dendësi të ulët të popullsisë për shkak të kushteve ekstreme të motit, mungesës së aksesit në shërbime dhe vështirësisë së ndërtimit të infrastrukturës. Këto kufizime fizike kanë ndikuar drejt për drejt në modelet e migrimit, që nga shekulli i 20 të shumë banor, veçanërisht të rinj, kanë migruar në Afrikën e Jugut në kërkim të punësimit, veçanërisht në sektorin e minjerave. Ky migrim i fuqisë punëtore është një pasojë e drejt për drejt e izolimit territorial, mekanizimit të kufizuar të sektorit bujqësor dhe diversifikimit të ulët të ekonomisë vendase. Ky fenomen ka gjeneruar ndryshime në strukturën e familjes, me gratë në krye të familjeve dhe komuniteteve të varura nga remitancat. Në shumë raste, vendimi për të migruar nuk është vetëm për shkak të arsyeve ekonomike, por edhe për shkak të pamundësisë për të aksesuar shërbimet ose tregjet bazë. Mungesa e rrugëve të qëndrueshme, e kombinuar me kushtet e këqija të motit, e ka bërë lëvizshmërinë ndërkombëtare një strategji mbijetese afatgjat për shumë familje Basotho. Për më tepër, mjedisi fizik është shfrytëzuar për zhvillimin e projekteve të mëdha hidroelektrike. Lumi Senqu, i cili buron në malet lindore, ushqen projektin e ujit të malësive të Lesotos, një infrastrukturë digash, tunelesh dhe stacionesh pompimi që transferon ujë në Afrikën e Jugut. Lartësia lejon përdorimin e gravitetit për të zvogëluar konsumin e energjisë. Ky burim ka qenë thelbësor për ekonominë kombëtare, megjithse ndikimi i tij ka qenë i pabarabartë në komunitetet rurale, disa prej të cilave kanë pësuar zhvendosje për shkak të punimeve të ndërtimit. Komplotet të përditshme, komuniteti, ritualet dhe transmetimi kulturor. Kultura tradicionale e Lesotos është e lidhur ngushtë me strukturën e saj shoqërore, mjedisin malor të vendit dhe historinë e organizimit të komunitetit. Shumica e popullsisë i përket grupit etnik Basotho, gjuha, zakonet dhe vlerat e të cilit janë transmetuar vazhdimisht. Praktikat kulturore mbizotërojnë në zonat rurale, ku jeta e përditshme sillet rreth familjes së zgjeruar, punës kolektive dhe lidhjes shpirtërore me tokën. Një nga aspektet qendrore është vazhdimësia ndërgjeneracionale e zakoneve. Lesotho ka ruajtur një kohezion të jashtëzakonshëm kulturor, pjesërisht për shkak të izolimit të saj gjeografik, i cili ka nxitur ruajtjen e ritualeve kolektive, strukturave tradicionale familjare dhe normave të komunitetit. Organizimi shoqëror bazohet në familjen e zgjeruar, të përbërë nga prindërit, fëmijët, gjyshërit, xhaxhallarët dhe kushërinjtë. Vendimet e rëndësishme merren kolektivisht me pleqë si figura autoriteti. Ata ndërmjetësojnë konfliktet, shpërndajnë tokat komunale dhe transmetojnë njohuri rreth klanit dhe mjedisit natyror. Në fshatrat rurale, aktivitetet fillojnë në agim. Gratë janë përgjegjëse për përgatitjen e ushqimit, ndezjen e zjarrit dhe koordinimin e punëve të shtëpisë, ndërsa burrat merren me bagëtinë dhe bujqësinë. Fëmijët bashkëpunojnë që në moshë të vogël në detyra të thjeshta, të tilla si mbledhja e druve të zjarrit, kujdesi për kafshët e vogla ose bartja e ujit. Banesat tradicionale, të quajtura rondavel, janë struktura rrethore të bëra prej balte dhe guri me çati kashte. Në komunitetet pa qasje në shërbimet bazë, mbledhja e ujit dhe gatimi jashtë janë pjesë e rutinës. Ushqimet zakonisht përfshin misër, sorgum, fasule dhe perime nga kopshtet e shtëpisë. Kalendari bujqësor përcakton pjesën më të madhe të organizimit shoqëror. Gjatë mbjelljes, familjet i përgatisin arat së bashku, në kohën e korrjes, ata mbledhin prodhimet dhe festojnë me vakte të përbashkëta dhe akte rituale. Këto praktika përforcojnë solidaritetin e brendshëm dhe ndjenjen e përkatësisë. Veshjet tradicionale kanë edhe vlerë identiteti. Batania Basotho, një batanie e trashë që përdoret si nga burrat ashtu edhe nga gratë, është e zakonshme në zonat e ftohta. Dizajnet ndryshojnë sipas klanit, statusit martesor ose fazës së ciklit jetësor dhe përdoren në ceremoni të tilla si dasma, funerale dhe ritualet publike. Ritet e inicimit shënojnë tranzicione të rëndësishme shoqërore. Për burrat, këto përfshin periudha izolimi në zonat malore, ku përçohen mësime rreth normave të komunitetit, spiritualitetit dhe detyrimeve shoqërore. Këto praktika, megjithse të rregulluara, janë ende të pranishme në disa rajone. Muzika dhe vallëzimi shoqërojnë momentet kyçe të ciklit jetësor, lindjet, dasmat, funeralet, ceremonitë bujqësore dhe festat fetare. Vallet në grup, me lëvizje ritmike dhe shoqërim vokal, mësohen që nga fëmijëria përmes vëzhgimit dhe pjesëmarrjes.
Ceremonitë bujqësore pasqyrojnë lidhjen simbolike midis komunitetit dhe territorit. Në fillim të mbjelljes, kryen valle, lutje dhe oferta për të kërkuar pjellori. Në fund të korrjes, organizohen akte falënderimi. Toka konsiderohet një trashëgimi shpirtërore që duhet mbrojtur. Gjuha Sesotho është një kanal thelbësor i transmetimit kulturor. Përmes tij komunikohen fjalë të urta, këngë, histori familjare dhe norma shoqërore. Edhe pse anglishtja është bashkëzyrtare, Sesotho mbizotëron në kontekste jo formale, familjare dhe ceremoniale. Në sferën fetare, krishterimi bashkëjeton me praktikat tradicionale. Shumë njerëz frekuentojnë kishat protestante ose katolike, ndërkohë që ruajnë rituale të tilla si lutjet ndaj paraardhësve ose përdorimi i objekteve simbolike. Sangomat, shëruesit tradicional, konsultohen për probleme fizike ose shpirtërore. Funeralet janë ngjarje me rëndësi të madhe për komunitetin. Ato mund të zgjasin disa ditë dhe kombinojnë këngë, vallëzim, lutje dhe vakte kolektive. Varret zakonisht ndodhen në parcela familjare dhe ofertat kanë për qëllim të lehtësojnë kalimin shpirtëror të ndjerit dhe të forcojnë unitetin e grupit. Transmetimi i njohurive është kryesisht gojor dhe praktik. Fëmijët mësojnë përmes imitimit dhe pjesëmarrjes në aktivitetet familjare dhe të komunitetit. Arsimi formal bashkëjeton me një sistem të nxënit kolektiv të bazuar në përvojën e drejtpërdrejtë. Bashkëpunimi është një parim organizues i jetës komunitare. Detyra të tilla si mbjellja, ndërtimi dhe kujdesi emergjent kryhen kolektivisht. Ky model na ka lejuar të ruajmë vetëm mjaftueshmërinë përballë pranisë së kufizuar të shtetit dhe vështirësive të imponuara nga mjedisi. Gratë në Lesotho, njësia familjare, arsimi dhe qëndrueshmëria e komunitetit. Roli i grave në shoqërinë e Lesothos historikisht ka qenë themelor në të gjitha nivelet e jetës komunitare. Në një vend kryesisht rural dhe malor, gratë kanë marrë role kyçe në prodhimin bujqësor, transmetimin kulturor, arsimin, menaxhimin e familjes dhe organizimin shoqëror. Prania e tyre e vazhdueshme ka qenë një shtyllë stabiliteti përballë situatave të pafavorshme si konflikti, varfëria strukturore dhe migrimi i fuqisë punëtore mashkullore. Në zonat rurale, ku jeton shumica e popullsisë, shumë gra drejtojnë familje për shkak të emigrimit të zgjatur të burrave në minierat e Afrikës së Jugut, një fenomen që ka vazhduar që nga shekulli i 20. Në këtë kontekst, ata janë përgjegjës për bujqësinë, rritjen e fëmijëve, menaxhimin e familjes dhe vendimmarrjen e përditshme. Edhe pse nuk është institucionalizuar, ky model ka krijuar një strukturë de facto matrifokale. Gratë punojnë në parcelat familjare duke kultivuar misër, sorghum, bishtajore dhe perime dhe janë gjithashtu përgjegjëse për kujdesin për bagëtinë e vogël, mbledhjen e ujit dhe druve të zjarrit, si dhe ruajtjen e ushqimit. Këto detyra sigurojnë jetesën e përditshme dhe mbështesin sigurinë ushqimore, veçanërisht në rajonet me qasje të kufizuar në tregje dhe infrastrukturë. Në nivelin shoqëror, ato mbështesin rrjetet e bashkëpunimit komunitar që u lejojnë atyre të adresojnë kolektivisht punën bujqësore, festimet, funeralet dhe emergjencat. Këto struktura informale sigurojnë një shkallë të konsiderueshme qëndrueshmërie në mungesë të shërbimeve publike të përshtatshme. Në fushën e arsimit, gratë luajnë një rol themelor si në shtëpi ashtu edhe në komunitet. Ata transmetojnë rregulla respekti, gjuhën Sesotho, këngë tradicionale, njohuri bujqësore dhe mençuri shpirtërore. Ky edukim bazohet në përsëritje, vëzhgim dhe pjesëmarrje praktike. Në shumë raste, ai plotëson ose i paraprin arsimit formal, veçanërisht në zonat me mbulim të ulët institucional. Që në moshë të vogël, fëmijët marrin pjesë në punë të lehta shtëpiake, mbledhjen e druve të zjarrit, kujdesin për kafshët e vogla, ndihmën në përgatitjen e ushqimit dhe respektimin e ritualeve. Vajzat udhëhiqen nga nënat e tyre në përgjegjësitë shtëpiake. Ky sistem i të nxënit kolektiv përforcon identitetin e grupit dhe transmeton aftësi të përshtatura për mjedisin rural. Shumë gra ushtrojnë edhe udhëheqje shpirtërore. Ato veprojnë si shëruese, mami, ndërmjetëse ritualesh ose udhërrëfyese në ceremonitë lokale. Ata kanë njohuri për bimët medicinale, teknikat mbrojtëse dhe menaxhimin emocional. Edhe pse udhëheqja formale fetare zakonisht mbahet nga burrat, gratë ruajnë autoritetin shpirtëror brenda komuniteteve të tyre.
Një shembull i pjesëmarrjes së tyre në shprehjet kulturore është mochibo, një valle tradicionale që kryhet gjatë festimeve ose riteve të kalimit të jetës. E interpretuar në grup me lëvizje ritmike të torsos dhe shpatullave, ajo ka një përbërës identiteti dhe simbolik që riafirmon lidhjen me vlerat stërgjyshore. Struktura familjare lejon modele poligame në rajone të caktuara. Në këto raste, gratë bashkëpunojnë në detyrat shtëpiake dhe të komunitetit me hierarki të brendshme ku gratë e moshuara veprojnë si mentore. Bashkimi me një familje poligame zakonisht përfshin marrëveshje midis familjeve dhe pjesëmarrjen e grave të përfshira, nuk është një imponim automatik. Praktika e lobolës ose prikës së martesës përfshin edhe gratë. Nënat dhe hallat nga të dyja palët marrin pjesë në negociata, përgatitjen rituale dhe udhëzimin e nusës së re. Roli i tyre shtrihet përtej ceremonisë, duke siguruar integrimin shoqëror dhe kulturor të çiftit. Gjatë konflikteve të shekullit të 19 shumë gra u strehuan me fëmijët e tyre në shpella të vështira për t'u arritur, duke kërkuar mbrojtje nga pushtimet. Në disa nga këto zona janë gjetur mbetje materiale që tregojnë banim të zgjatur, siç janë pikturat në shpella dhe veglat shtëpiake. Këto gjetje pasqyrojnë aftësinë e grave për të mbrojtur jetën në komunitet në kushte ekstreme. Martesa dhe aleancat, lobola dhe ritualet e bashkimit familjar. Lobola është një praktikë tradicionale martesore e rrënjosur thellë në kulturën Basotho dhe komunitete të tjera në Afrikën Jugore. Ai konsiston në dorëzimin e një paje nga familja e dhëndrit te familja e nusës si pjesë e fejesës zyrtare. Kjo prikë mund të përfshijë bagëti, para, të mira materiale dhe, në kontekste të caktuara, gur të çmuar. Kulturalisht, lobola nuk konsiderohet një transakcion financiar, por më tepër një akt respekti, mirënjohjeje dhe forcimi të një aleance midis familjeve. Në Lesotho, lobola është ende e përhapur, veçanërisht në zonat rurale. Edhe pse ka evoluar, ajo ruan një vlerë të lartë simbolike. Kjo nuk nënkupton blerjen e gruas, por më tepër një njohje të familjes së saj për edukimin e saj. Prika jepet kolektivisht, gjë që përforcon karakterin familjar të martesës. Negocimi është një proces formal që mund të zgjasë disa ditë. Fillon me një vizitë nga familja e dhëndrit, e shoqëruar nga një zëdhënës ose ndërmjetës në shtëpinë e nusës. Bisedat ndjekin protokollet ritualale me përshëndetje ceremoniale, shkëmbim ushqimi dhe diskutime rreth përmbajtjes së prikës. Forma dhe sasia e saj përshtaten me kushtet ekonomike të dy familjeve. Tradicionalisht, prika përbëhet nga bagëtit, veçanërisht lopët, një simbol i pjellorisë dhe stabilitetit. Në rajonet pranë zonave minerare, disa familje kanë përfshirë para ose gur të çmuar, siç janë diamantet. Këto variante i përgjigjen konteksteve specifike dhe nuk përbëjnë një rregull të përgjithshëm. Në shumë raste, lindja e lobolës i paraprin martesës fetare ose civile. Nga një perspektivë tradicionale, ky akt formalizon bashkimin. Edhe pse bashkëjetesa mund të fillojë më vonë, lidhja midis familjeve konsiderohet tashmë e vendosur. Ceremonia zyrtare mund të zhvillohet më vonë, por legitimiteti i saj shoqëror është i lidhur me përmbushjen e lobolës. Korniza ligjore e Lesothos e njeh lobolën brenda së drejtës zakonore, e cila bashkëjeton me të drejtën civile. Kjo bashkëjetesë u jep efekte ligjore martesave tradicionale, me kusht që ato të mos shkelin parimet kushtetuese. Në kontekste urbane ose migratore mund të miratohen marrëveshje më fleksibile, të tilla si pagesa me këste ose zëvendësimi i mallrave me para në dorë. Lobola gjithashtu ndikon në organizimin e familjes pas martesës. Përmbushja e saj përcakton njohjen e fëmijëve brenda linjës atërore dhe lejon një pjesëmarrje të caktuar të familjes së burrit në vendimet kyçe. Këto dinamika kuptohen si pjesë e një aleance të zgjeruar familjare, jo si ndërhyrje. Gratë marrin pjesë aktive në të gjithë procesin. Nënat, hallat dhe gjyshet marrin pjesë në përgatitjen e ceremonisë, këshillojnë çiftin dhe i shoqërojnë ata gjatë viteve të para të jetës martesore. Në familjet poligame, gratë e moshuara mund të luajnë një rol në integrimin e anëtarëve të rinj. Përpara lobolës, ekzistojnë praktika shoqërore që parashikojnë bashkimin. Marrëdhëniet e njohjes vëzhgohen nga familjet, të cilat vlerësojnë përputhshmërinë, karakterin dhe prejardhjen e personave të përfshirë.
Kur marrëdhënia konsolidohet, bëhet një prezantim jo formal i dhëndrit, i njohur si Holefa Bob Helo, i cili shpreh qëllimin për të formalizuar lidhjen. Që nga lindja, rituale të caktuara shënojnë përfshirjen sociale të fëmijëve, veçanërisht të vajzave. Në shumë komunitete, lutjet ose bekimet thuhen në prani të pleqve dhe vajza i paraqitet simbolikisht familjes së zgjeruar. Këto veprime përforcojnë përkatësinë sociale që në një fazë të hershme. Diamante dhe ujë, pasuri e shfrytëzuar, njerëz të varfër Lesotho zotëron burime natyrore që e vendosin atë në një pozicion strategjik brenda Afrikës Jugore. Pasuritë e saj kryesore janë uji dhe diamantet. Megjithatë, shfrytëzimi i këtyre burimeve nuk është përkthyer në zhvillim të qëndrueshëm ekonomik për shumicën e popullsisë së saj. Kontradikta midis bollkut natyror dhe varfërisë strukturore përfaqëson një nga sfidat më të vazhdueshme të vendit. Burimet ujore të Lesothos konsiderohen si një nga më të rëndësishmet në rajon. Për shkak të lartësisë së tij, vendi funksionon si një kull uji natyrore. Disa lumenj burojnë në malet e saj, përfshirë Senqu, i cili shndërrohet në orange kur kalon kufirin me Afrikën e Jugut. Rreshjet e shiut në zonat me lartësi të madhe dhe rrjeti i pellgjeve ujëmbledhëse nxisin një furnizim të vazhdueshëm dhe me cilësi të lartë. Që nga viti 1986, ky potencial është shfrytëzuar përmes projektit të ujit të malësive të Lesothos, LP, një iniciativë e përbashkët me Afrikën e Jugut. Projekti përfshin diga, tunele dhe stacione pompimi që transferojnë ujë nga malësitë e Lesothos në pellgun e lumit Vaal, duke furnizuar rajonet urbane dhe industriale të Afrikës së Jugut. Në këmbim, Lesotho merr pagesa të drejtave të autorit, si dhe energji hidroelektrike për konsum të brendshëm. Të ardhurat nga honoraret nga LP në disa vite kanë përfaqësuar më shumë se 5 të produktit të brendshëm bruto. Megjithatë, ndikimi i tij nuk ka qenë i barabartë. Komunitetet e prekura nga ndërtimi i digës kanë raportuar zhvendosje, humbje toke dhe ndryshime në jetesën e tyre. Pavarësisht mekanizmave të kompensimit të ofruara, zbatimi i tyre ka krijuar polemika midis qeverisë, kompanive kontraktuese dhe organizatave lokale. Burimi tjetër strategjik është diamanti. Edhe pse minierat historikisht nuk kanë qenë qendrore për ekonominë e vendit, zbulimi i depozitave në zonat e larta malore e ka pozicionuar Lesothon si një prodhues në zhvillim të gurve të çmuar me cilësi të lartë. Miniera më e rëndësishme është Letseng, e vendosur në më shumë se 3.100 metra mbi nivelin e detit. Letseng operohet nga një sipërmarrje e përbashkët midis shtetit dhe një korporate ndërkombëtare minerare. Që nga modernizimi i saj në vitet 2000, ajo ka prodhuar disa nga diamantet më të mëdha dhe më të vlefshme në botë. Karakteristika e tij unike është përqindja e ulët e gurve të çmuar për ton të nxjerrë, por me një përqindje të lartë gurësh të mëdhenj me pastërti të lartë, duke e bërë atë një pikë interesi për tregun ndërkombëtar të luksit. Pavarësisht këtyre përfitimeve, sektori i minierave nuk e ka transformuar ekonominë kombëtare. Ai përfaqëson më pak se 10 të PB-s dhe punëson një pjesë të vogël të popullsisë. Pjesa më e madhe e të ardhurave është e përqendruar në kompanitë operuese. Kthimi në vend nëpërmjet taksave dhe honorareve nuk kompenson nivelet e ulta të punësimit vendas ose varësinë nga teknikët e huaj. Miniera në zonat e larta malore ka gjeneruar efekte mjedisore dhe sociale. Projektimi i rrugëve, përdorimi i eksplozivëve dhe ndryshimi i kanaleve të lumenjve ndikojnë në ekosistem. Përveç kësaj, komunitetet përreth kanë parë rritje të kostove të jetesës, probleme me furnizimin dhe tensione mbi përdorimin e burimeve të përbashkëta, siç janë uji dhe kullotja e bagëtive. Paradoksi midis pasurisë potenciale dhe varfërisë së vazhdueshme është i dukshëm në treguesit social. Më shumë se 50% e popullsisë jeton në nënvijen kombëtare të varfërisë. Papunësia tek të rinjt është e lartë dhe vendi mbështetet shumë në remitancat e dërguara nga punëtorët jashtë vendit, veçanërisht nga Afrika e Jugut. Ekonomia është e ndjeshme ndaj faktorëve të jashtëm, siç janë çmimi ndërkombëtar i diamanteve ose ndryshueshmëria e klimës që ndikon në bujqësi. Marrëdhënia e varësisë me Afrikën e Jugut është strukturore. Lesotho varet nga fqinji i saj për eksporte, tregti, punësim dhe logjistikë. Uji që eksporton dhe inputet që importon krijojnë një asimetri që kufizon autonominë e tij.
Edhe pse marrëveshjet dypalëshe janë një burim të ardhurash, ato gjithashtu zvogëlojnë hapësirën për vendimmarrje të pavarur për të diversifikuar ekonominë. Kujtesa dhe besimi, legjendat, pikturat dhe spiritualiteti I gjallë në Lesotho. Trashëgimia shpirtërore dhe simbolike e Lesothos shprehet në një sër shprehjesh kulturore, duke përfshirë historitë gojore, legjendat e lidhura me mjedisin dhe pikturat shkëmbore të gjetura në shpella të vështira për t'u arritur. Këta element formojnë një kujtesë kolektive të pashkruar që artikulon historinë, spiritualitetin dhe identitetin e popullit Basotho. Një nga vendet më përfaqësuese është rajoni Limpopo, në veri të vendit. Ekziston një strehë shkëmbore me piktura që I atribuohen popullit San, banorëve të parë të Afrikës Jugore që I paraprin zgjerimit Bantu. Përfaqësimet tregojnë skena gjuetje, figura njerëzore të stilizuara dhe kafshë në lëvizje. Të bëra me pigmente natyrale, ato janë ruajtur fal stabilitetit të tyre mjedisor dhe vendodhjes së largët. Edhe pse origjina e tyre daton më herët se mbretëria Basotho, shumë komunitete sot I interpretojnë ato si pjesë të trashëgimisë së tyre shpirtërore. Këto imazhe shërbejnë si pikënisje për rrëfimet gojore që forcojnë lidhjen me paraardhësit dhe territorin. Vende të tjera si Habaroana dhe Malealea paraqesin gjetje të ngjashme, figura gjeometrike, njerëz në veprim dhe kafshë. Në disa raste, këto piktura janë reinterpretuar brenda rrëfimeve bashkëkohore. Një traditë gojore u atribuon krijimin e saj grave që gjatë konflikteve të armatosura u strehuan në male, duke lënë shenja simbolike në muret prej guri. Gjatë shekullit të 19 të gratë dhe fëmijët kërkuan strehim në shpella gjatë luftërave midis mbretërisë Basotho dhe forcave të jashtme. Disa dëshmi pohojnë se ata qëndruan të fshehur për muaj të tërë, duke dalë vetëm natën për të mbledhur ushqim. Gjurmë u gjetën në disa shpella që, pa një datim të saktë, përforcojnë këto kujtime të komunitetit, të përdorura sot si histori rezistence, zgjuarësie dhe solidariteti. Një vend I mbushur me simbolikë shpirtërore është ujvara Malecuniane, 192 metra e lartë, që ndodhet në Semonkong. Përveç bukurisë së tij natyrore, shoqërohet me rrëfime për zëra që dalin nga kanjoni natën. Disa I interpretojnë këto tinguj si vajtime të ish banorëve, të tjerë I konsiderojnë ato si manifestime të padukshme. Pavarësisht versionit, ai trajtohet si një vend respekti dhe disa zakone lokale këshillojnë që të mos kalohet nëpër zonë në kohë të caktuara. Ky lloj besimi nuk I përgjigjet një feje të organizuar, por më tepër një botë kuptimi ku malet, lumenjt, shpellat dhe shkëmbinjt kanë një dimension shpirtëror. Këta element ndikojnë në praktikat e përditshme, siç janë vendodhja e shtëpive, mbledhja e bimëve medicinale dhe kryerja e ritualeve familjare. Disa familje bëjnë oferta simbolike në vende që konsiderohen të rëndësishme nga ana energjike. Në këtë kontekst, ngaka, shëruesit tradicional, veprojnë si ndërmjetës midis botës së dukshme dhe të padukshme. Ata konsultohen për arsye fizike, emocionale ose shpirtërore. Puna e tyre përfshin interpretimin e ëndrave, leximin e shenjave natyrore dhe përcaktimin e veprimeve rituale. Njohuritë e tyre transmetohen me anë të trashëgimisë ose të mësuarit të zgjatur dhe autoriteti I tyre bazohet në njohjen e komunitetit. Edhe pse krishterimi është feja mbizotëruese në Lesotho, me një prani të fortë protestante dhe katolike, ai nuk I ka zëvendësuar besimet tradicionale. Në vend të kësaj është vendosur një sinkretizëm që lejon bashkëjetesën e të dyjave. Është e zakonshme të marrësh pjesë në mesh dhe, në të njëjtën kohë, të konsultohesh me një ngaka ose të bësh oferta në ceremonitë e stërgjyshërve. Ky sinkretizëm reflektohet në ritet e kalimit në jetë. Funeralet kombinojnë lutjet e krishtera me këngë tradicionale dhe oferta materiale. Disa dasma përfshin element fetar dhe rituale të trashëguara, pa u perceptuar si kontradiktore. Kjo bashkëjetesë pasqyron një vizion të integruar të shpirtërores, të përbashkëtës dhe të natyrës. Sistemi arsimor ka filluar ta përfshijë këtë dimension simbolik përmes vizitave në vendet e trashëgimisë kulturore dhe aktiviteteve për të ringjallur legjendat Sesotho. Megjithatë, transmetimi kryesor ndodh në hapësirat familjare.
Gjyshet dhe të moshuarit mësojnë këngë, histori dhe norma të lidhura me peizazhin dhe kujtesën, duke ruajtur një pedagogji gojore ndërgjeneracionale. Si të vizitoni Lesoton? Natyra, kujdesi dhe respekti Lesotho është një destinacion unik brenda kontinentit afrikan. Lartësia e saj, klima alpine, peizazhet malore dhe kultura tradicionale e bëjnë atë një vend tërheqës për udhëtarët që kërkojnë përvoja jashtë rrugëve të rrahura. Vizita në Lesotho kërkon planifikim logjistik, vëmendje ndaj kushteve gjeografike dhe një qëndrim respektues ndaj normave shoqërore lokale. Qasja kryesore në vend është nga Afrika e Jugut. Lesotho është e rrethuar plotësisht nga territori i Afrikës së Jugut dhe nuk ka aeroporte ndërkombëtare që shërbejnë fluturime direkte nga jashtë kontinentit. Shumica e vizitorëve mbërrin nga toka nga Johannesburgu, nëpërmjet kalimeve kufitare si ura e Maserut, Caledon Sport ose qafa e Sanit. Fluturime të brendshme janë gjithashtu të disponueshme nga Johannesburgu në aeroportin ndërkombëtar Moshoeshoe, i cili ndodhet pranë kryeqytetit. Kalimi kufitar më i përdorur është ura e Maserut, për shkak të lidhjes së saj të drejtpërdrejtë me kryeqytetin. Ky vendkalim ofron shërbime bazë doganore, megjithse mund të ketë vonesa gjatë orëve të pikut të trafikut. Për ata që kërkojnë rrugë më piktoreske, Sani Qaf ofron një hyrje malore nga KwaZulu-Natal. Kjo rrugë, e njohur për pamjet panoramike, kërkon një automjet 4x4, veçanërisht gjatë dimrit ose sezonit të shirave. Gjendja e rrugëve në Lesotho ndryshon. Rrugët kryesore të shtruara që lidhin Maserun me qytete të tilla si Hlotse, Mafeteng dhe Thabat Seka mund të përdoren nga automjetet konvencionale. Megjithatë, shumë rajone rurale dhe zona malore janë të arritshme vetëm me automjete fuoristradë. Sinjalistika është e pakët dhe pjesët e pashtruara janë të zakonshme, veçanërisht në lindje dhe jug të vendit. Gjatë sezonit të shirave, nga tetori deri në mars, disa rrugë mund të bëhen të pakalueshme për shkak të përmbytjeve, rrëshitjeve të dheut ose erozionit. Në dimër, nga maji deri në gusht, bora dhe akulli e vështirësojnë trafikun, veçanërisht në zonat me lartësi të madhe si Mokotlong ose parku kombëtar Sela Bathebe. Për këtë arsye, rekomandohet të kontrolloni gjendjen e rrugës para udhëtimit tuaj, të përdorni aplikacione të përditësuara të navigimit dhe të furnizoheni me karburant herët. Stacionet e benzinës jashtë qyteteve janë të pakta. Këshillohet të mbani me vete goma rezervë, mjete bazë dhe furnizime në rast vonesash. Mbulimi me telefonit celular është i pakët, kështu që të kesh mjete alternative të navigimit dhe komunikimit mund të jetë thelbësore, veçanërisht në zonat malore. Transporti publik në Lesotho mbështetet në taksit e përbashkëta dhe minibus informal që lidhin qytetet dhe qytezat. Këto automjete nuk kanë orare të përcaktuara ose itinerare të rrepta. Edhe pse janë të lira, mund të jenë të vështira për t'u përdorur nga ata që nuk flasin gjuhën Sesotho ose nuk janë të njohur me sistemin lokal. Për të eksploruar zonat natyrore ose fshatrat e largëta, është më mirë të merrni me qira një automjet privat ose të punësoni guida që ofrojnë transport të përfshirë. Akomodimi është i larmishëm. Në Maseru janë të disponueshme hotele bazike me lehtësira të tilla si energji elektrike, ujë të ngrohtë dhe internet, me çmime që varjojnë nga $15 deri në $30 amerikan për natë. Në zonat rurale, opsionet janë të kufizuara, por ka iniciativa turistike komunitare që ofrojnë akomodim në shtëpi familjare ose kabina të menaxhuara nga kooperativat lokale. Këto mundësi lejojnë kontakt të drejtpërdrejtë me jetën e përditshme dhe gjenerojnë të ardhura për komunitetet pritëse. Lesotho nuk është një destinacion turistik, gjë që lejon një përvojë më autentike, por kërkon gjithashtu një qëndrim të përgjegjshëm nga vizitori. Ndikimi mjedisor dhe kulturor duhet të minimizohet. Autoritetet dhe organizatat lokale promovojnë turizmin e qëndrueshëm që usjell dobi komuniteteve pa prishur praktikat ose mjediset e tyre. Të vizitosh Lesothon nuk do të thotë vetëm të shohësh peizazhe malore apo të përshkosh rrugë të pashtruara. Do të thotë të vish në kontakt me një mënyrë jetese që ka arritur të rezistojë, të përshtatet dhe të ruajë koherencën e saj të brendshme pavarësisht vështirësive. Në çdo fshat, në çdo ceremoni, në çdo bisedë, perceptohet një marrëdhënie e thellë midis territorit, historisë dhe komunitetit.
Kushto që vjen në Lesotho me gatishmërinë për të dëgjuar, vëzhguar dhe respektuar, zbulon jo vetëm një vend të ndryshëm, por edhe një mënyrë të ndryshme për ta kuptuar botën.